Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Pas marrjes vot besimit dje në Kuvend, zëvendës kryeministri Albana Koçiu dhe 6 ministra të ri janë betuar sot përpara presidentit të Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj. Ndryshimet përfshin poste kyçe si ministrinë e jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes dhe të Infrastrukturës dhe Energjisë. Ministrat e rinj kanë marrë pjesë gjithashtu edhe në mbledhjen e parë të qeverisë, duke nisur detyrën zyrtarisht. 6 ministrat e rinj dhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu janë betuar sot para presidentit Bajram Begaj, duke marrë zyrtarisht detyrën në kabinetin qeveritar të Edi Ramës. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë formale, megjithse në ditët e fundit Kuvendi ishte i përfshirë nga debate dhe kauzi opozitës. Ndryshimet kryesore në kabinet përfshin emërimin e Ferit Hoxhës në krye të Ministrisë së Jashtme, Enea Karakaçit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, Ermal Nufit si ministër i Mbrojtjes dhe Erion Ismailit në krye të Ministrisë së Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Këta 4 emërime përbëjnë risinë e madhe në qeverinë e Edi Ramës, ndërsa ministrat të tjerë përfshin Besfort Lamadarin, ministrin e Brendshëm dhe Toni Gogu në postin e ministrit të drejtësisë. Nga kabineti janë larguar Belinda Balluku, Elisa Spiropalli dhe Piro Vengu, duke hapur rrugën për zëvendësimet e reja. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu mori detyrën për të koordinuar funksionet e kabinetit dhe për të asistuar në drejtimin e politikave qeveritare. Ministrat e rinj morën pjesë sot gjithashtu në mbledhjen e parë zyrtare të qeverisë, ku diskutuan çështjet të prioritetit të lartë për administrimin dhe planifikimin e strategjisë për vijimin e punës së qeverisë. Ky fillim zyrtar shënon hapjen e një kapitulli të ri për kabinetin qeveritar. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku i ka kaluar sot postin pasardhësit të saj, Enea Karakaçi, duke theksuar për herë të parë përpara mediave çështjet hetimore që e përfshin. Ajo ka rikthyer besimin e saj tek drejtësia e pavarur dhe ka mohuar çdo lidhje me korrupsionin ose me pasuritë paligjshme. Në një ceremoni zhvilluar sot, ish zëvendës kryeministrja dhe ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka dorëzuar detyrën pasardhësit të saj Enea Karakaçit, duke shënuar kështu përfundimin e një kapitulli të rëndësishëm në karrierën e saj qeveritare. Gjatë fjalës përpara mediave, Balluku ka ndalur për herë të parë të hetimet e nisura nga SPAK dhe akuzat që e kanë përfshirë, duke theksuar se ka besim tek sistemi i drejtësisë dhe se nuk do të ndikojë apo pengojë atë. Unë besoj se drejtësia duhet të jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste, si produkt i një Shqipërie europiane, duhet të vazhdoj të jetë frymëzimi i këtij vendi, pasi ajo reform u krye për të kthyer besimin qytetarëve tek një drejtësi e drejtë dhe e pavarur. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokuror e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kanë bërë dhe unë. Dhe secili duhet jetë i lirë për të vendosur dhe për të gjykuar, pa qenë ndikuar nga gjyqjet publike, nga gjysmëvërtetat, nga të pavërtetat apo nga gënjeshtrat. Ish ministra ka mohuar gjithashtu çdo lidhje me korrupsionin, pasuri të dyshuar ose ndikim në hetimet e SPAK-ut. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis që hetimi që ka nisur prej muajsh ndaj meje dhe që nuk e kam penguar kur, as në pozicionin tim si ministër apo si zëvendës kryeministër dhe as në pozicionin tim si qytetar i lirë i Republikës Shqipërisë, të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1 as 2 jate, nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqjet publike. Në përfundim, ajo falenderoi kryeministrin Rama për udhëheqjen dhe shembullin që ka dhënë gjatë viteve, duke theksuar se ka ndjekur frymëzimin e tij në karrierën qeveritare. Ka qenë lehtë për të gjithë ne, të cilët kemi qenë pjesë e ekipit të tij në fillimin e viteve 2000, disa prej të cilëve janë edhe këtu përballë meje, që të ndjekim shembullin e tij se si frymëzohen njerëzit që punojnë me ty, se si ti atyre i jep besim dhe ata atë besim duhet ta kthejnë në rezultate. Jam munduar të ndjek shembullin e tij. Çështja ligjore e Ballukut nuk është mbyllur ende. Me 12 mars Kuvendi do të shqyrtojë çështjen e imunitetit të deputetes dhe autorizimin e SPAK-ut për vijuar me procedurat e mëtejshme, duke vendosur nëse mund të nisë procesi i arrestimit ose hetimit penal.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj riformatimit të fundit të qeverisë duke cilësuar kabinetin e ri si vazhdimsi të korrupsionit qeveritar. Ai e konsideroi ceremoninë e betimit në presidencë si një nga më qesharaket dhe banalet e dekadave të fundit. Berisha theksoi gjithashtu se protestat e opozitës kanë një objektiv të vetëm, largimin e kryeministrit Edi Rama nga detyra. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas riformatimit të fundit të kabinetit qeveritar duke cilësuar përbërjen e re të qeverisë si vazhdimsi të asaj që ai e konsideron një sistem të konsoliduar korrupsioni. Riformatimi i qeverisë me klonimin të klonuar nga Lubi Balluku shënon krimin permanent në vazhdim, shënon përpjekjen për të trashëguar nëpërmjet krimit dhe vjedhjes shqiptarëve. Të gjithë themërurit pa përjashtim janë të lidhur një me një fije me korrupsionin më të lartë qeveritar. Kanë firmat e tyre në aferat e mëdha korruptive të vendit në fushën e infrastrukturës, në fushën e energjisë dhe në fusha tjera. Duke komentuar ceremoninë e betimit të ministrave të rinj në presidencë, kreu i demokratëve cilësoi si një nga më qesharakët. Bajrami i presidencës u bë haram i presidencës, me firmat që vendosi, me mungesën totale të guximit për t'i hedhur poshtë propozimet. Ai u bë pjesë e një krimi permanent të vazhdueshëm. Berisha u ndal edhe te protesta e opozitës duke theksuar se ata nuk janë të lidhur me çështje të veçanta apo vendime të saktuara politike. Sipas tij, qëllimi kryesor i protestave është largimi i kryeministrit Edi Rama nga drejtimi i qeverisë. Protesta ka vetëm një qëllim, largimin e Edi Ramës. Nuk thrasim ne protest për asnjë qëllim tjetër përveç largimit të Edi Ramës. Kjo është përfundimtare. Në deklaratën e tij, Berisha komentoi gjithashtu edhe tensionet e fundit në kuvent, përfshirë përplasjen verbale mes kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla dhe deputetes së Partisë Demokratike Albana Vokshi. Tauland Balla, një kriminal i damkosur. Për sa i përket gjuhës tij, është gjuha që i shkon atij. Ajo është gjuhë e njeriu që nuk ka asnjë normë morale, asnjë normë shoqërore, asnjë normë ligjore, është një kriminal peng i krimit i aftë të zbatojë. Por ai ka zbatuar dje porosinë direkte të Edi Ramës. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo porosi se ajo që ka tha Tauland Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Ramës ndaj dëshkimeve të njëpasnjëshme që ka marrë dhe do marrë nga komuniteti ndërkombëtar. Partia Demokratike depozitoi kërkesën për penalizimin e kreut të grupit parlamentar socialist Tauland Balla për 60 ditë për shkak të gjuhës fyese dhe diskriminuese gjatë seancës plenare. Sipas Partisë Demokratike, deklaratat e Ballës ndaj deputetes Albana Vokshi përbëjnë ngacim seksual dhe shkelje të rregullore së kuvendit. Kërkesa është firmosur nga 20 deputet dhe i është dorëzuar sekretariatit për procedurat, votimet dhe etikën për shqyrtim. Partia Demokratike ka kërkuar zyrtarisht që kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla të përjashtohet për 60 ditë nga pjesëmarrja në seancat plenare dhe aktivitetet e komisioneve. Kërkesa u dorëzua në sekretariatin për procedurat, votimet dhe etikën dhe bazohet te deklarata e Ballës gjatë seancës së njëjtës, ku ai tha deputetes demokrate Albana Vokshi se për të kishte si numër telefoni 0900. Kjo gjuhë fyese, ofenduese, seksiste dhe diskriminuese ka sjellë reagimin e menjëhershëm të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe në kushtet e marrjes së masave nga kryetari i kuvendit dhe ndërprerjen e seancave plenare, thuhet në kërkesën e PD-s. PD-ja e konsideron këtë qëndrim si një shkelje serioze të etikës parlamentare, duke e përshkruar gjuhën e Ballës si fyese, ofenduese dhe seksiste. Deputetët argumentojnë se ky rast ka shkaktuar ndërprerjen e menjëhershme të seancës dhe ka krijuar tension të madh në foltore, duke kërkuar që masa disiplinore të jetë menjëhershme dhe maksimale sipas rregullores së kuvendit. Sipas kërkesës, deklarata e Ballës përmban ngacmim seksual dhe përmbush kushtet për penalizim maksimal. PD-ja thekson se sjellja e kreut socialist është në kundërshtim me kodin e sjelljes në kuvend dhe me përgjegjësinë morale që duhet të mbajnë deputetët gjatë debateve publike. Kërkesa është firmosur nga 20 deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, të cilët kërkojnë që sekretariati të shqyrtojë me shpejtësi dhe të vendosë mbi masën e përjashtimit. Ky incident ngre sërish debatin për sjelljen e deputetëve në kuvend dhe mënyrën se si duhet të trajtohen raste të tilla, ndërkohë që tensioni mes mazhorancës dhe opozitës mbeten të larta.
Deputetja demokrate Albana Vokshi shpreu keqardhje dhe zemërim për mungesën e solidaritetit nga kolegët e shumicës gjatë debatit në komision. Përgjigjen e dha deputetja socialiste Sara Mile duke i rikujtuar epitetet që janë vendosur asaj nga demokratët dhe duke kundërshtuar akuzat e Vokshit. Në seancën e zhvilluar këtë të njëjtë në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, tensionet mes opozitës dhe shumicës morën për masa të mëdha për shkak të akuzave për gjuhën seksiste dhe kërcënimeve ndaj deputetëve. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi u shpreh se ishte ndjerë e lënduar nga mënyra se si kryetari i kuvendit dhe deputetët e shumicës menaxhuan situatën. Në fakt, duhet ndaj me ju që nuk jam djerë e fyër nga ajo që u tha dje nga kryetari i grupit tuaj parlamentar, sepse njerëz me veprime si të tij e turpërojnë parlamentin. Por jam djerë e lënduar për mënyrën se si kryetari i kuvendit e menaxhoi situatën, që në mendimin tim e menaxhoi shumë keq, në mënyrë të turpshme, dhe me mos distancimin nga ana të paktën të grave deputete të Partisë Socialiste për atë që u tha në foltoren e kuvendit. Deputetja socialiste Sara Mile ju përgjigj Vokshit duke theksuar se edhe vetë ajo ka qenë objekt epitetesh dhe akuzash nga demokratët. Zonja Vokshi është ndjerë ofenduar dje. Nuk e di nëse asaj ka ardhur po kaq keq sa unë kur kolegët e saj paturpsisht do thoja përdorin vazhdimisht epitete nga më të ndryshmet, sidomos asociuar emrin tim. Nuk e di nëse jam e sigurt që vajzat e saj janë ndjerë shumë keq dhe më vjen edhe më shumë keq për këtë. Nuk e di nëse ajo ndonjëherë është ndjerë keq që vajza ime 3 vjeçare do shohi videot në internet se si kolegët e saj i referohen personit tim si një frymëzues për ata që sot vuajnë dënimin nëpër burgjet e Shqipërisë dhe se si Miss Burgu lidhet sot me emrin tim më shumë se çdo atribut tjetër që un kam në shoqëri. Një ditë më parë, Tauland Balla kishte sqaruar se numri telefonik 0900 i përmendur në debat nuk ishte një fyerje personale, por lidhej me një linjë informacioni të Bashkimit Evropian. Megjithatë, kjo nuk i ul tensionet mes dy palëve, duke nxjerrë në pa një klim të tensionuar për trajtimin e grave në politikë dhe etikën në foltoren parlamentare. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj lidhur me franksionin e inceneratorit të Elbasanit. Ai përmes avokatit të tij është njoftuar për 3 akuza: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje të mosdeklarimit të pasurisë. Prokuroria e posaçme ka përfunduar hetimet në lidhje me ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe grupin e personave të përfshirë në franksionin e inceneratorit në Elbasan. Sipas komunikimit të bërë përmes avokatëve të tij, Ahmetaj përballet me 3 akuza kryesore: korrupsion pasiv, pastrim parash dhe fshehje dhe mosdeklarim pasurie. Hetimi ka përfshirë edhe bashkëjetuesen e tjerë Jola Hoxha, ish bashkëshorten Albina Mançka, si dhe shtetasit Andi Boni, Gerian Kuka, Klodian Zoto, Mirel Mërtiri, Sonila Meqemeja, Elidon Begaj dhe Elda Dinaj, të cilët akuzohen për veprime të ndryshme penale të lidhura me këtë dosje. Ky franksion i veçantë u nda nga procedimi kryesor për inceneratorin e Elbasanit, duke u trajtuar si një hetim i pavarur për akuzat e përmendura. Hetimin e kanë udhëhequr 3 prokurorë të posaçëm: Altin Dumani, Kelida Millonai dhe Bledar Maksuti. Ahmetaj është shpallur në kërkim nga SPAK që nga korriku i vitit 2023, ndërsa janë vendosur masa sekuestro për disa prona në emër të tij dhe familjarëve të tij. Aktualisht, ish zëvendës kryeministri po gjykohet në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për veprën penale shpërdorim detyre në lidhje me dosjen e njohur si Buka SHA. Ky proces shërben si një shtresë e veçantë në hetimet për inceneratorët, duke fokusuar vëmendjen mbi menaxhimin e fondeve dhe përgjegjësinë e personave të lartë përmendur. Një përplasje në Shkodër përfundoi me plagosje në këmbë të Genç Hoxhës gjatë një konflikti të dyshuar me pronarin e një servisi Izvin Gucia. Të 2 personat janë marrë në pyetje nga policia, ku secili ofron versionin e tij për ngjarjen. Autori i dyshuar është arrestuar, ndërsa arma e zjarrit dhe një gëzhoj janë sekuestruar si prova. Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Shkodrës, ku Genç Hoxha mbeti i plagosur në këmbë gjatë një konflikti me pronarin e një servisi automjetesh, Izvin Gucia. Policia ka marrë në pyetje të 2 personat e përfshirë, duke zbardhur versionen e tyre për incidentin. Sipas deklaratës së Gucias, konflikti kishte nisur një ditë më parë kur Hoxha kishte shkuar në servis për të rregulluar timonin e makinës. Pronari i servisit thotë se mes tyre kishte pasur mosmarrveshje për pjesët e këmbimit dhe pagesën, duke rezultuar në debate verbale. Një ditë më pas, sipas Gucias,
Hoxha kishte fyer dhe tentuar të godas me sende të forta, çka e detyroi që të nxirrte armën dhe të qëllonte për vetmbrojtje. Nga ana e tij, i plagosur i Genc Hoxha mohon çdo veprim agresiv. Ai shpreh se nuk ka pasur fyerje apo tentativ sulmi fizik dhe se qëllimi i takimit ishte thjesht sqarimi i situatës për punët në servis. Autoritetet kanë sekuestruar armën e zjarrit dhe një gëzhoj në vendngjarje për të vërtetuar ngjarjen, ndërsa Izvin Gucia u arrestua pak minuta më vonë pranë banesës së tij. Ngjarja vazhdon të trajtohet nga policia, ndërsa vendimi për masat e mëtejshme do të merret pas përfundimit të hetimeve. 42 vjeçari Luan Maçi ka pranuar përpara hetuesve se kreu grabitje në një pikë kombimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë. Ai ka treguar se motivi ishte gjendja e rënduar financiare e familjes dhe borxhet e shumta, duke bashkëpunuar me policinë për identifikimin e armëve dhe rrugës së arratisjes. Një ditë pas grabitjes së një pike kombimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë, autori i dyshuar 42 vjeçari Luan Maçi është shtyr para hetuesve dhe ka pranuar autorsinë e ngjarjes. Ai ka deklaruar se veprimi ishte inxituar nga vështirësitë ekonomike të familjes së tij, përfshir borxhet e shumta dhe gjendjen e rënduar shëndetësore të nënës së tij. Në dëshminë e tij, Maçi ka treguar se armën e përdorur për kërcënimin e punonjëses e hodhi menjëherë pas së grabitjes brenda një pusete, duke ndihmuar hetuesit në dokumentimin e ngjarjes. Ai ka shpjeguar gjithashtu se gjatë 7 orëve të arratis shpenzoi rreth gjysmën e shumës së parave, që sipas burimeve hetimore ishin rreth 120.000 lekë. Hetimet zbuluan gjithashtu se grabitësi kishte tentuar të ndryshonte pamjen për të shmangur identifikimin nga kamerat e sigurisë, duke hequr mjekrën dhe duke përdorur rroba të ndryshme. Pamjet filmike tregojnë se ai ishte i veshur një xhup të zi me fytyrë të mbuluar me maskë gjatë grabitjes, kërcënoi punonjësen dhe më pas u largua me vrap nga qendra tregtare duke arratisur me motor. Policia ka vendosur pika kontrolli në rrugët përreth zonës dhe ka nisur hetimin për identifikimin dhe kapjen e autorit. Bashkëpunimi i Maçit me hetuesit pritet të ndihmojë në rikuperimin e shumës së mbetur dhe dokumentimin e plotë të grabitjes. Edhe pse dita e mësuesit dhe dita e nënës festohen përkatësisht me 7 dhe 8 mars, shumë shkolla të qytetit Kavajës kanë vendosur të zhvillojnë aktivitetet festive më herët për shkak se këto data përkojnë me ditë pushimi. Nxënësit kanë përgatitur një sër aktivitetesh artistike për të uruar mësuesit, duke sjellë një atmosferë të veçantë feste në ambientet e shkollave. Atmosferë festive dhe plot emocione në shkollat e Kavajës, ku nxënësit kanë zgjedhur të festojnë më herët 7 dhe 8 marsin, ditën e mësuesit dhe ditën e nënës. Për shkak se këto data përkojnë me ditë pushimi, aktivitetet festive janë zhvilluar që sot në institucionet arsimore të qytetit. Me lule në duar dhe buzëqeshje në fytyrë, fëmijët kanë uruar mësuesit dhe nënat e tyre, duke i dhuruar përqafime dhe falënderime për përkushtimin e tyre të përditshëm. Në shumë shkolla, nxënësit kishin përgatitur një koncert të vogël festiv me këngë për mësuesit, recitime poezi dhe valle të ndryshme artistike. Në shkollën 9 vjeçare Fiqëri Kurti në Kavaj, programi artistik përfshinte këngë tematike, performanca kërcimi, recitime dhe aktivitete të tjera që sollën një atmosferë të veçantë gëzimi. Fëmijët interpretuan me entuziazëm përpara mësuesve dhe prindërve, ndërsa duart trokitjet shoqëronin çdo performancë. Gëzimi dhe emocionet nuk fshieshin nga sytë e mësuesve, të cilët ndiqnin me krenari dhe dashuri përgatitjet e nxënësve, ndërkohë gjithë oborri i shkollës gumëzhinte nga këngët, recitimet dhe kërcimet, duke e kthyer festën në një moment të bukur bashkimi dhe mirënjohje. Edhe ambientet e brendshme të shkollës, veçanërisht holli, ishte zbukuruar me pankarta, lule dhe punime të realizuara nga vetë nxënësit, duke i dhënë festës një atmosferë të ngrohtë dhe plot ngjyra. Në këtë mënyrë, përmes artit, këngës dhe fjalës së bukur, nxënësit e shkollave të Kavajës përcollën mesazhe mirënjohje dhe dashurie për mësuesit dhe nënat, duke i kthyer këto ditë në një festë të veçantë emocioni dhe respekti. Do eci me të tjera zhvillime. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka dekretuar shpërndarjen e kuvendit duke i hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme. Vendimi vjen pas dështimit të deputetëve për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Osmani e cilësoi situatën si pasojë të papërgjegjshmërisë politike dhe kalkulimeve të qëllimshme në kuvend. Pasi presidentja Vjosa Osmani ka firmosur dekretin për shpërndarjen e kuvendit, Kosova pritet i drejtohet sërish kutive të votimit. Ky vendim u mor pasi parlamenti dështoi të përmbush detyrimin kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Në një deklaratë publike, Osmani theksoi se qytetarët e Kosovës nuk e kanë dëshiruar një tjetër proces zgjedhor, por sipas saj situata u krijua nga pamundësia e deputetëve për të gjetur konsensus dhe për të përmbush detyrimet kushtetuese. Ajo nënvizoi se dështimi për zgjedhjen e presidentit nuk ishte një rastësi,
por rezultati një kalkulimi të qëllimshëm politik nga aktor të caktuar në skenën politike. Presidentja e cilësoi të papranueshme që vendi të futet në një tjetër cikël politik në një moment kur, sipas saj, Kosova ka nevojë për stabilitet institucional dhe vendimarrje të qëndrueshme. Osmani komentoi gjithashtu edhe kërkesën e kryeparlamentare Salbulena Haxhiu drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe pezullim të afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Ajo theksoi se kushtetuta nuk mund të funksionojë sipas komoditetit politik dhe se një kërkesë për mas të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afateve kushtetuese. Sipas saj, vetëm një vendim i gjykatës kushtetuese mund të ndërhynte në këtë proces, ndërsa mungesa e një vendimi të tillë e bëri të pashmangshme shpërndarjen e kuvendit. Në përpjekjen e fundit për të zgjedhur presidentin, parlamenti nuk arriti të sigurojë kuorumin e nevojshëm. Kandidat për këtë post ishin Glauko Njufca dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha, të dy të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Presidentja Osmani bëri të ditur se do të nisë menjëherë konsultimet me liderët politik për të caktuar datën e zgjedhjeve të reja parlamentare, ndërsa vendi pritet të hyjë në një tjetër proces elektoral në javët në vijim. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 7 mars 2026 do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të thjellët në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga qielli i pastër dhe intervale të gjata me diell në shumicën e zonave, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira të pakta kalimtare kryesisht në zonat qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 18 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi jugperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:59 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:44 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 17 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 9 deri në 17 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë, 12 deri në 17 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 16 gradë Celsius. Sarand, 11 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 7 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes diellit dhe vranësirave të pakta. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira të pjeshme, ndërsa në disa zona do të ketë intervale me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:38 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 3 deri në 14 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 5 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 15 gradë Celsius. Malishe, 4 deri në 14 gradë Celsius.
Gjilan, 1 deri në 15 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 4 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 14 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.